Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nga rivale në Mikesha, Gerta dhe Rozana do të prezantojnë emisionin e ri së bashku. Ishin ndër personazhet më polarizues të këtij edicioni Gerta dhe Rozana, dy gra me personalitete të forta që nuk kursyen as përplasjet, deklaratat e drejtpërdrejta brenda shtëpisë më të ndjekur në vend. Por siç duket, televizioni ka një mënyrë të çuditshme për të kthyer konfliktin në bashkëpunim. Burimet bëjnë me dije se për sezonin e ri televiziv që nis në shtator, Topi po përgatit një projekt të ri argëtues ku Gerta dhe Rozana përfliten si dy nga emrat kryesor të kastit. Emisioni thuhet se është në fazën finale të diskutimeve dhe nëse gjithçka shkon sipas planit, dyshen do ta shohim për herë të parë në të njëjtin krah të ekranit, këtë herë jashtë shtëpisë së famshme dhe brenda një formati që kërkon bashkëpunim. Publiku ka ende të freskët tensionin mes tyre, por kjo mund të jetë edhe receta perfekte për suksesin e show-ut. A do të ruajnë dinamikën që i bëri aq të komentuara, apo do të shohim një partneritet surprizues që askush nuk e ka imagjinuar? Një gjë është e sigurt, rikthimi i tyre nuk do kaloj pa u vënë re.